zbatuam, ju përmbajtëm disa parimeve të moralit, të ligjit dhe të nderit. Nuk inë shumë ato. Themun ju, a kishim ne korupcion? Po, por sa është numri dënuarve për korupcion gjatë periudhës tonë? 3 herë më i madh se sot. 3 herë më i madh se sot. Kanë dënuar në 2 vite. 199 persona janë dënuar në 2 vite. 630 zyrtarë. Ministra, jo, ministrat nuk kishin të bënin me tendra, se atë e hoqëm javët e para në qeveri. Ligjin, ministri nuk mund tjetë kryetari i autoritetit kontraktues. I ka marrë dosjet Edi Rama me 100 herë. S'ka mundur. Sepse, ky ka qenë ligji. Kurse ju e patë se si bën kjo me telefon, me mesazhe nga Rama atje, duke përcaktuar tendra dhe çdo gjë. Pra ne mbetëm pas 35 viteve përsëri. U krijuan forca tjera politike vetëm e vetëm. Disa dolen nga ne, të tjerë kështu. Ç'a morën ato? Morën disa mira vota, 10 mira vota dhe kaq. Ne përsëri mbetëm këta që jemi. Forca më e fuqishme në vend. Ne mbetëm pra, as për merit Sali Berishës, po për merit të gjithë secilit prej jush, që luftuat, që mbrojtët idealet tuaja, që nuk i tradhtuat ato. As një shkak tjetër nuk ka kjo mbështetje. Pse u nala këtu për të bërë histori? Jo. U nala këtu për një qëllim tjetër. Se në qoftë se ne erdhem 12 vite opozit e shtypur nga qeveria, e diskriminuar në shkallë ekstreme. E vërteta është edhe me padrejtësi të mëdha ndërkombëtare ndaj nesh, siç dihet, ne shqiptarët prap na mbajnë në krye. Na mbajnë shqiptarët e krye dhe ne do i mbajmë shqiptarët e krye. Ata besojnë tek ne se ne do t'i shpëtojmë nga kjo qeveri. Kjo foltore ka në qoftë se e para synonte të shpëtonte partinë, kjo e dyta synon të shpëtoj partinë dhe opozitën, kjo e dyta synon të shpëtoj Shqipërinë dhe shqiptarët nga ky regjim. Çfarë kemi bërë ne për të përgatitur këtë betejë që kemi para? Po, kemi bërë. Nuk na ka gjetë dur kryq, përkundrazi. Kemi punuar në mënyrën më të fuqishme. Spari, Edi Rama me zgjedhjet e vjedhura nuk ka legjitimitet. Jo, pushteti që nuk qëndron mbi votë të lirë nuk është legjitim. Dhe ne, në vitin 2025, faktuam një lloj si në vitin 2001, se zgjedhjen u ishin fars. Ishin fars. Kështu që sot, çdo ditë, çdo natë, kemi të drejtë e ligjit, të drejtë e kushtetues, të drejtë e Zotit, të përballemi me ta t'i përzem nga pushteti. Po, së dyti, çfarë kemi bërë ne? Tham, në zgjedhjet, në para këtyre zgjedhjeve, ne bëm betejë për të patur opozitën, për të mbrojtur opozitën. Ne i denoncuam këta dhe çdo aferë dhe shumë të tjera që skandal janë dosje të dërguara nga Partia Demokratike të denoncuara me 10 herë. Aktet korruptive të Edi Ramës, ministrave, bashkëpunëtorëve të tij. Tani ato po dalin. Çfarë janë këto që kanë dalë?
ju garantoj që këto janë maja e icebergut. Se kur ndëgjoni ju që Lubi Balluku ka 300 apartamente të vjedhura, e di si i mirë të ajo apartamentet, që ta dini ju, ja im të rrugën këti, do nërtosh këtë segment, ke dhe këto leje nërtimi, katët e sipër me 2 katët e sipër, të gjithë këtyre nërtesave janë të mijat. Parat i ke tek rruga. Parat tuaja. Parat tuaja. Fëmijët tuaj në rrugë të dheut. Pensionistët smirin do t'i lachet, nënorën kafshatën, rëgulltit, njerim, kurse ajo me 300 apartamente, 15 supermarkete, 2 jahte ajo. Imaginoni ju gëmë këta. Por ama sa ka, thoni ju? Ju ja fjallën derit, jo 10, po dhe 20 fish në tyre. Vetë se cili për jush, mos shkoj kërkum, të nalet pak të porti Durrësit, vetëm aty. Mos meri me tjera. Porti Durrësit është tokë publike, është pa diskutim ndërmarrja kombëtare numër 1 e vendit. Numër 1 e vendit. Me një ndikim shumë të fuqishëm, jo vetëm në Durrës, por dhe në kafshatën e çdo qytetari, sepse është në vendin më të duhur për transportin. Dhe nga Fieri, gjerë në Shkodër, bashkë me Shëngjinin, e bëjnë transport e mallave më pak të kushtueshëm. Çfarë ndodh? Porti ka mbi 1.300.000 metër katror, që është të paktën 1.000 euro metri katror e më shumë. Edi Rama vendos të rtoj parajsën e tij. Gjen një arab që quhet Alabar, arabi thot, unë gjithsej do investoj 70 milion euro, 7 milion euro. Ky aty do nërtoj 12.000 apartamente. Aty do nërtoj 6 hotele. Aty do nërtoj pishina ndërkombëtare dhe marinën më të madhe. E tëra pronë e tij dhe Frans Qopjes. E tëra pronë e tij dhe e trafikantëve që sjellin miliardat e euro se i ndajnë me te. Shkoni në çfarë ndodh prit? Jo, s'është vetëm kaq. Jo. Do ndërtohet porti tjetër në Porto Romano. Ju do e paguani. Të gjithë me taksat tona do ndërtohet porti të paktën 1 miliard e 300.000 euro minimumi. Dhe porti Porto Romano, si ta dini ju, nuk ka as 1/5 e sipërfaqes portit Durrësit. Nuk ka as 1/5. Çfarë do thot kjo? Kjo do thot që mallat për Shqipëri do të shkojnë në Maltëzi, do shkarkohen atje, do transportohen nga Malizi, do vinë në Shqipëri me një çmim shumë më të lartë. Pra, ndaj dhe e mbron Lubi Ballukun, sepse ajo i ka të gjitha çfarë akti ka bërë me Edi Ramën. E ka bërë me Edi Ramën. Urdhoni, zëvendës kryeministri Ilir Meta, i të dorëheqjen pa kërkuar prokurori. Pa kërkuar prokurori. Zëvendës kryeministri Lubi Balluku, as jep dorëheqjen, as nuk dorëzon imunitetin dhe as nuk shkarkohet nga kryeministri. Çfarë do thot kjo? Kjo do thot, o shqiptar, ju kemi vjedhur, do t'u vjedhim gjërë në fund. Kjo do thot, të betohemi që kur s'do lam ma të vjedhni, po do u qërojmë.
do të shkoni atje ku e meritoni. Ndaj dhe vim këtu, pse na besuar shqiptarët? Shqiptarët na besuar ne për këtë ditë. Shqiptarëve u duhem për këtë mision, për këtë ditë, për të çliruar nga kjo bandë që s'ka moral,